Këtu është horoskopi i mërkur 24 dhjetor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Është e mundur që në orët e fundit të kësaj dite të ndjeheni pak të dobët. Dikush ju ka tradhtuar në të kaluarën dhe nuk është e lehtë ta harrosh. Demi. Është e rëndësishme të reagoni ndaj çdo apatie. Në dashuri shmangi tensionet dhe konfrontimet e drejtpërdrejta. Binjaket. Mezi prisni që një angazhim që keni marrë të marrë fund, ju jeni në polemik me disa njerëz. Një kontroll në portofol sepse shpenzimet janë e shumë. Gaforia. Lodhja e këtyre ditëve do të shpërblehet nga suksesi brenda javëve të ardhshme. Për sa i përket marrëdhënieve me të tjerët, ndonjëherë është edhe ju faji sepse doni të bëni dhe prisni shumë. Luani. Sot duhet të shmangni çdo lloj shqetësimi. Ndihesh i shqetësuar, mendon se nuk mund ta pajtosh jetën familjare me atë të miqësive dhe pasioneve personale. Virgjeresha. Marrëdhënie të mira me familjen dhe miqt. Sot jeni në shërim. Peshorja. Një ditë e çuditshme, merrni në konsiderat shtyrjen e çdo angazhimi të rëndësishëm deri nesër. Më shumë kujdes për trupin. Akrepi. Sot ka aspekte pozitive dhe negative që alternojnë njëra tjetrën. Marrëdhëniet jashtëmartesore janë të rrezikshme por tërheqëse. Shigjetari. Dashuri interesante me mundësinë për të ngjallur emocione. Mund të them se kjo ditë përfaqëson një moment force dhe stabiliteti më të mirë. Bricjapi. Zemra juaj është shumë e hapur ndaj ndjenjave të reja. Fitnesi fizik përmirësohet, qetësia e brendshme. Ujori. Ndjeni nevojën për të eliminuar të vjetrën në shtëpinë tuaj për të lejuar të hyjë e reja, jeni të pushtuar nga një dëshirë për ripërtëritje dhe rilindje që prek çdo fushë. Peshqit. Ata që kanë një familje duhet të pësojnë një transformim të vogël, në disa raste do të flitet për ndryshime shtëpie ose kontakte me qytete të tjera. Situata emocionale nuk shkon, probleme për t'u përballur me partnerin. Mund t'ju duhet të shtrëngoni rripin për shumë lëshime të fundit. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.